Sa i ka bërgj Serbia Kinës? Ky informacion nuk është bërë publik nga institucionet përkatëse, ndërsa Banka Kombëtare e Serbisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këto të dhëna janë konfidenciale. A është e mundur të zbulosh diçka bazuar në informacionet publike? Raporti i administratës së borxhit publik tregon se rreth 11% e borxhit të jashtëm të Serbisë përbëhet nga detyrime ndaj Bankës Shtetërore të Eksport-Importit të Kinës. Por kjo nuk është pasqyra e plotë e borxhit të Serbisë ndaj Kinës. Serbia ka marrë gjithashtu kredi nga Banka e Kinës për projekte që lidhen me ndërtimin e infrastrukturës komunale dhe të kanalizimeve, siç shihet në buxhetin e miratuar të shtetit për vitin 2026. Të dhënat e administratës së borxhit publik tregojnë po ashtu se Serbia ka marrë më shumë kredi nga Banka e Eksport-Importit të Kinës sesa nga disa banka evropiane. Sipas ekspertëve, kjo është e pritshme. Evropske banke imaju veliki spisak političkih uslova koji treba kandidat da te kredite da isplati. Imate regularne izbore, da imate sloboda govora, poštovanje ljudska prava, nasuprot kineskih uslova koji Kinezi uopšte nemaju nikakve političke uslove, osim da se one koji uzima zajam, da se ne mešaju unutrašnje i spoljne politike Kine. Serbia po shlyen 14 kredi ndaj Bankës së Eksport-Importit të Kinës, sipas shifrave në buxhet. Këto përfshin kredi për ndërtimin e urës Zemun-Borça në Beograd dhe për modernizimin e hekurudhës nga Novi Sadi deri në kufirin me Hungarinë. Një nga kritikat kryesore ndaj bashkëpunimit me Kinën është mungesa e transparencës dhe anashkalimi i procedurave kur bëhet fjalë për angazhimin e kompanive kineze. Ulazi zato što je lakše, zato što je brže, zato što je dogovor države i kompanije tet-a-tet. Tu nije transparentno, nije otvoreno, nema tendera. Kompanit kineze në Serbi janë të përfshira jo vetëm në projekte shtetërore të financuara me kredi kineze, por edhe në projekte të tjera të mëdha, për të cilat shteti nuk ka shpallur tender publik. Për disa projekte, Serbia i referohet marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik dhe teknik me Kinën nga viti 2009, e cila lejon kontraktimin e drejt për drejt pagar publike. Zyrtarët serb e lavdrojnë bashkëpunimin me Kinën, ndërsa presidenti Aleksandar Vučić e përsëriti në dhjetor se Kina është mike e sinqertë dhe e pathyeshme e Serbisë.